Për ndryshe Gresa, përveç faqes, çka është të bëhet tjetër me jetën e saj? Edhe pse më tha Gresa, mos më pët për kur gjë. Po, me jetën tem, domethënë tash jam pak në pauzë, po... Me jetën jem pauzë, shkuan një mytë të djemë. Po tash... Kur kryet pauza? Pauza kryet ma që 2 javë. Sa të shnoshet kohë. Okej, mirë. Edhe po mendoj me njës diçka tre, nështë në televizion, nështë në YouTube, po të edhin që nësmoj me najtë, kështu që moj me pauzu një javë 2, po gjithmonë kam dëshirë me u rikëthy, kështu që po shohem. Po, me gjithse unë mendoj që po i mungon televizionit edhe duesh sa ma shpejt me rikëthy emisionin. Kismet do t'a rikëthej shumë shpejt. Po besoj që edhe këta fansa tu të bojnë presion. Edhe po, dhe kishin bo një video dje posh, po na mungon sjeti që vendosë. Pa bëshe. Edhe po do të rikëthehem shumë shpejt në televizion. Nështë jo në televizion kështu, po në YouTube me marë, po dhe në televizion pse. Amon Gres, pavarësisht kësaj dëshirës tonë për me qenë në televizion pranë fansave tonë, vazhdoj me menu, ta kom thonë atë privatisht, në skenë, shkëlqen ndryshe, jeni 100% profesional, jeni 100% e mishnuar në rolin që t'jepet, jeni 100% në kreta detyren që t'jepet, edhe unë vazhdoj me menu që teatri dhe Gresa janë të lidhur për njëri tjetrit. Edhe unë mendoj kështu njëjtë sikur ti, skena është magji edhe teatri ta jep magjin ndryshe, po normalisht edhe pjesën e televizionit e kam shumë për zemër kështu, edhe kismet do të rikthehem shumë shpejt. Unë na me nëzispresim me qenë edhe kolege jonë jam në televizion edhe teatr, por pa të dyshim të urej sukses në gjdo aspekt, edhe sa ma shpejt ta shumë dasëm. Faleminderit! Dhe me thonë, 50% e punës u kry, Gresa po danë më martu. 50% e punës u kry. Tash veç ka mejtë edhe me gjithë. Tash veç qika më po me kërë. O, zotë, Gres që kjo se frita. E oke, s'ko ka e gashme më martu.